E keni vrarë mendjen ndonjëherë pse disa njerëz thjesht ecin përpara, arrin sukses të qëndrueshëm, përmbushje, ndërsa të tjerë, sado që mundohen, duket sikur ngjecin në vend? E po, sot do t'i futemi thelbit librit famshëm të Stephen R. Covey, 7 zakonet e njerëzve shumë efektiv. Po ju them diçka, sekreti nuk është thjesht të zakonet. Jo, është diçka shumë më themelore. Është një ndryshim total i mënyrës se si e shohim botën, një ndryshim që nis nga brenda për të dalë jashtë. Është një ndjenjë që me siguri shumica e njohin. Ngjitesh në shkallën e suksesit, je në maj dhe kupton se shkalla ka qenë mbështetur në murin e gabuar. E gjithë ajo mundim për hiqje. Ose je gjithë ditën i zënë duke vrapuar sa ndej këtej, por kur vjen fundi ditës pyet veten, po çfarë bëra sot në fakt? A ndihet njeriu vërtet i përmbushur? Covey e përshkruan këtë gjendje si të fitosh betejë publike, por me koston e humbjeve të mëdha private. Atëherë, ja si do ta zbërthejmë këtë koncept. Fillimisht, do të shohim problemin e suksesit në ditët e sotme. Pse metodat që përdorim shpesh na lënë në baltë. Më pas, do të hyjmë te dallimi thelbësor, karakteri kundrejt personalitetit. Pastaj, vjen pjesa më interesante, ideja e paradigmës. Pra, si mënyra se si e sheh botën formon absolutisht gjithçka. Dhe në fund, do të zbulojmë fuqinë e një ndryshimi të vogël në perspektivë dhe si na lidh kjo me parimet përjetshme. Jeni gati? Le t'ja nisim. Imagjinoni pak një pemë që jep fruta të kalbura. Cila është lëvizja jone e parë? Zakonisht, fokusohemi te frutat ose te gjethet. Mundohemi të rregullojmë atë që shihet, simptomat e jashtme. Por Covey thot se kjo është thjesht humbje kohe, sepse problemi i vërtet, po, edhe zgjidhja, nuk është lart, por poshtë, tek rrënjët. E po, ne jetojmë në një kohë zgjidhjesh të shpejta, apo jo? Për gjithçka ka një hek. Përdor këtë teknik menaxhimi kohe dhe bëhu super produktiv. Thuaj këto fjalë magjike dhe përmirëso marrëdhëniet. Covey ka një emër për këto. Fasho dhe aspirina sociale. Ato mund ta lehtësojnë dhimbjen për një moment. Pra, simptomat. Por problemi i vërtet, ai kroniku, si mungesa e besimit apo pasiguria, mbetet aty i patrajtuar, duke infektuar gjithçka. Dhe ky citim i Thoros e godet pikërisht në shenjë. Pse harxojmë kaq shumë energji tek gjethet, pra te qëndrimet dhe sjelljet? Përgjigjja është e thjeshtë, sepse është më kollaj. Duket më shpejt të ndryshosh një sjellje në sipërfaqe sesa të gërmosh thellë, të gjesh rrënjën, atë burimin e vërtet nga ku vjen çdo gjë. Mirë, po, cila është kjo rrënjë atëherë? Covey bëri diçka interesante. Ai studioi literaturën e suksesit të 200 viteve të fundit dhe vuri re një ndryshim dramatik. Një pikë kthese ku vet ideja jon për suksesin u përmbys. Ai zbuloi se ekzistonin dy filozofi krejtësisht të ndryshme. Ajo që ai e quajti etika e karakterit dhe etika e personalitetit. Dhe ja ku gjërat bëhen vërtet interesante. Për rreth 150 vjet, suksesi ishte diçka që vinte nga brenda, integriteti, përulësia, guximi. Kjo ishte etika e karakterit. Por pastaj, diku rreth viteve 1920, gjithçka ndryshoi. Fokusi u zhvendos nga kush je te si dukesh. U bë gjithçka për imazhin publik, për aftësitë e komunikimit, për teknikat e bindjes. Kjo është etika e personalitetit. Pra kaluam nga thelbi tek ambalazhi, nga rrënja tek qethet. Kjo ide nuk ishte thjesht teori për Covey, ishte diçka shumë personale. Djali i tij po kalonte një periudhë të vështirë dhe Covey provoi çdo gjë, çdo teknikë të etikës së personalitetit për ta ndrequr. Asgjë s'po funksiononte. Dhe aty e kuptoi. Ai po përdorte teknikat e jashtme për të rregulluar një problem të brendshëm, por problemi i brendshëm nuk ishte te djali, ishte te vet Covey. Ishte perceptimi i tij i problemi, jo sjellja e djalit. Dhe kjo na çon pikërisht në zemër të filozofisë së Coveyt. Okej, nëse sjelljet janë frutat dhe karakteri rrënjët, atëherë cila është toka ku rritet gjithçka? E po, ai e quan këtë paradigmë. Ose thënë më thjesht, mënyra se si e shohim botën. Covey përdor një analogji geniale për këtë. Paradigma është si një hartë. Imagjinoni sikur jeni në Tiranë, por më dorë keni një hartë të Shkodrës. Mund të përpiqeni sa doni, mund të keni qëndrimin më pozitiv në botë, mund të vraponi me shpejtësi maratonisti. Prap se prap, jeni të humbur. Pse? Sepse problemi nuk është e përpjekja. Problemi themelor është që keni hartën e gabuar. Mirë, tani le ta provojmë këtë në lëkurën tonë. Do të shfaqet një imazh,
shikojni me vëmendje dhe mbani mend gjën e parë që shihni. Do të jetë një shembull i qartë se sa e fuqishme dhe shpesh e padukshme mund të jetë një paradigma. Atëherë çfarë u pa? Një vajzë e re, elegante, apo një grua e moshuar me një pamje të trishtuar? Interesante apo jo? Sepse të dyja janë aty, në të njëjtin imazh. Ajo që shihet së pari varet thjesht nga paradigma fillestare, nga ajo që jemi të kurzuar të kërkojmë. Dhe ky nuk është thjesht një truk vizual, është diçka që ndodh çdo ditë, në çdo aspekt të jetës. Dhe kjo është ideja kyçe. Ne nuk e shohim botën ashtu siç është. E shohim botën ashtu siç jemi ne. Mjafton të mendoni për një debat me dikë. Të dyja palët mund të jenë 100% të bindura se kanë të drejtë. Pse? Sepse përshikojnë të njëjtin fakt, por përmes dy hartave krejtësisht të ndryshme. Vetëm të kuptuarit e kësaj është hapi i parë drejt çdo ndryshimi të vërtetë. Pra, nëse problemi janë hartat e gabuara, cila është zgjidhja? E po, nuk është të mundosh më shumë apo të mendosh pozitivisht. Jo, zgjidhja është të ndryshosh hartën. Covey e quan këtë një ndryshim paradigme. Është ai momenti aha, kur papritur gjithçka bën sens dhe e sheh botën me sy krejt të tjerë. Dhe këto momente, ato kanë fuqinë të na transformojnë brenda një sekonde. Covey tregon një histori personale që ilustron këtë në mënyrë të përsosur. Ishte një diel në mëngjes, në një metro të qetë. Papritur, hyn një burr me fëmijët e tij. Dhe fëmijët ishin katastrofë. Bërtisnin, hidhin gjëra, bezdisnin këdo. Ndërkohë, i ati ishte ulur aty, me sy mbyllur, sikur të mos ndodhte asgjë. Covey, si gjithë tjerët, po acaroi tej mase, po mendonte, po ky njeri si ka mundësi të jetë kaq i papërgjegjshëm. Më në fund, Covey nuk duron më dhe i thot: "Zotëri, fëmijët tuaj po bezdisin këdo. A mund t'i kontrolloni pak, ju lutem?" Burri ngres syt, sikur del nga një trans dhe thot me një zot të ullët: "Oh, po, keni të drejtë. Duhet të bëj diçka. Thjesht, sa po erdhëm nga spitali, nëna e tyre vdiq rreth një orë më parë. Unë nuk di çfarë të mendoj, dhe besoj se as ata nuk dinë si ta përballojnë." Në atë moment, gjithçka ndryshoi. Mendojeni pak, brenda një sekonde, acarimi i Coveyt u shndrua në dëmshuri të thellë. Ai nuk u mundua të ndryshonte qëndrimin, nuk u përpoq të praktikonte durim, jo. Në momentin që harta e tij u përditësua me realitetin, ndjenjat dhe sjellja e tij ndryshuan automatikisht. Kjo pra është fuqia e të goditurit të rrënjës, në vend që thjesht të krasitësh gjethet. Mirë, lind pyetja. Nëse hartat tona mund të jenë kaq të pasakta, si e gjejmë rrugën? Si orientohemi drejt veriut të vërtetë? Sipas Coveyt, na duhen disa spiranca. Na duhen parimet përjetshme, të pandryshueshme, që shërbejnë si fanar në mes të stuhisë. Këtu duhet të jemi të qartë. Parimet nuk janë vlera. Vlerat janë subjektive. Edhe një band hajdutësh mund të ketë vlera, si për shembull besnikëria ndaj njëri tjetrit. Parimet, nga ana tjetër, janë ligje objektive. Janë si graviteti. Janë ligje natyrore të botës njerëzore, drejtësia, integriteti, ndershmëria. Nuk ka rëndësi nëse i beson apo jo, ato ekzistojnë. Dhe ne nuk i thyem dot parimet, ne thjesht thyem veten tonë duke u përplasur me to. Ka një histori klasike detare që e tregon këtë më mirë se çdo gjë tjetër. Imagjinoni një anije gjigante luftarake duke çarë detin në një natë me mjegull të dëndur. Kapiteni shen një dritë përpara, drejte në kursin e përplasjes. Ai merr radion dhe urdhëron: "Anijes përballë, ndryshoni kursin tuaj me 20 gradë." Përgjigja vjen pas pak: "Juve ju këshillohet të ndryshoni kursin tuaj me 20 gradë." Kapiteni, tani i fyer dhe i nervozuar, merr radion sërish dhe ulëret: "Unë jam një anije luftarake. Ndryshoni kursin, me njëherë." Pas një pauze të shkurtër, vjen përgjigja e qetë e thjeshtë dhe e palëkundur: "Unë jam një fanar." Dhe sigurisht, anija luftarake ndryshoi kursin. Ja pra, parimet janë fanar, ato nuk lëvizin. Jemi ne ata që duhet të ndryshojmë kursin. Dhe kështu, gjithçka përfundon me këtë pyetje të thjeshtë. A e përshkruan harta që kemi në kokë territorin e vërtet? A janë paradigmat tona të ankoruara në parimet të palëkundura? Apo thjesht po përpiqemi t'i diktojmë realitetit të përshtatet me perceptimin ton? Kjo është themeli vërtet i 7 zakoneve. Para se të mundohemi të ndryshojmë gjethet, pra sjelljet, duhet të sigurohemi që po e shohim botën dhe veten qartë. Puna vërtet, ajo nga brenda jashtë, fillon pikërisht këtu.